Të nderuar antarë dhe antarë të kryesisë Partisë Demokratike të Shqipërisë. Mbledhemi sot në vendimarrjen më të rëndësishme të këtij 4 vjeçari në miratimin nga kjo kryesi të kandidaturave që Partia Demokratike e Shqipërisë do të paraqesë para elektoratit shqiptar së bashku me koalicionin për Shqipërinë madhështore. Ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm, merit e madhe e antarësisë Partisë Demokratike, drejtuesve të saj në degët e Partisë Demokratike dhe në qendër, deputetëve të saj dhe ajo çka mund të them unë se ky proces qëndron në lartësinë e plot të objektivit kryesor të Partisë Demokratike, Shqipëria madhështore. Ky është procesi më transparent që është zhvilluar ndonjëherë në historinë e Partisë Demokratike, me pjesëmarrjen më të gjerë, të mundshme, me përfaqësimin e të gjitha të themi e të gjitha ndjesive, të gjitha shtresave, nënshpresave, grupeve, komuniteteve të shoqërisë shqiptare. Por këta kandidat për deputet kanë avantazhin sepse janë njëkohësisht përfaqësues të koalicionit më të fuqishëm që ka njohur Shqipëria në 32 vite. Ky koalicion që bashkon rreth 25 parti, të cilat përveç partisë pa Partinë Demokratike përfaqësojnë 1/3, po thuaj 1/3 e elektoratit shqiptar. Dhe kjo përbën një avantazh të fuqishëm për Aleancën për Shqipërinë madhështore dhe Partinë Demokratike, një avantazh i cili ka goditur thellë në dëshpërim palën kundërshtare, që në fakt është në kaos të vërtet. Është në kaos të vërtet. Ekipi Rama Lubi Balluku po përcakton kandidaturat tërësisht në bashkëpunim me klanet e krimit në Shqipëri. Janë flakur edhe socialistë të fundit që kishin mbetur në atë parti dhe janë zëvendësuar me eksponent politik të botës krimit. Apo pushëri
kushërira e të tjerë e të tjerë. Kërcënimi është metoda bazë e përcaktimit në lista të deputetëve. Kështu, në rast se Rama dëshonte që të lante duart me gjiknurin, gjiknuri i çoi një zarf, jo me para, por me fotot e me Gonigalit. Dhe gjiknuri u rikthye në lista. Dhash këtë shembull se si po caktohet lista në krahun tjetër. Mund të sjell dhe shembuj të tjerë. Plot. Se si famozi Çenoklosi përjashtoi socialistin asnjëherë të mençur Petro Koçi. E tjerë me radhë, mund t'i kapim, por nuk jemi për këtë çështje këtu.